Manastiri i Zvërnecit në Vlorë mbetet një nga destinacionet më të preferuara nga vizitorë vendas e turistë huaj. Manastiri i Zvërnecit vijon të jetë një nga destinacionet më të kërkuara në Shqipëri. Numri i lartë i turistëve tregon qartë promovimin shumë të mirë të kulturës, traditës dhe historisë vendase. Këtë fundjavë ne gjetëm aty një grup turistësh të ardhur nga Gjermania. Ata kishin ardhur për herë të parë në qytetin bregdetar. Edhe erdhëm edhe tash edhe këtune me 42 punëtore për me vizit manastirin, Tiranën edhe Vlorën. Vizitorët e huaj vlerësojnë këtë destinacion dhe veçanërisht bukuritë e qytetit bregdetar. Herë e parë këtu që vim nga Kanadaja, është fantastike, jemi në fakt më të interesuar për historinë, njerëz të mrekullueshëm. Vim nga Anglia, jo më kështë hera parë. Moti është më i mirë dhe më i ngrohtë, na pëlqen këtu. Kemi mësuar edhe disa fjalë, si faleminderit e tjerë e tjerë. Jemi me pushime, do të qëndrojmë 2 javë dhe gjetëm Vlorën online. Jemi këtu për pushime, ne donim të shihnim Shqipërinë. Pjesën më të madhe të kohës shëtisnim me biçikletë. Është hera e parë, impresioni i parë, vend i bukur me njerëz miqësor. Manastiri i Zvërnecit ndodhet pak kilometra larg Vlorës dhe është një prej objekteve më të rëndësishëm të kultit në këtë qytet. Vizitorët tërhiqen nga arkitektura e veçantë dhe peizazhi qetësues përreth tij.